Zoti kryetar, protesta qytetare ka hyrë në ditën e 51. Është një protestë masive qytetare paqësore, është një protestë me kërkesa të forta, kërkesa të drejta, kërkesa që në rast të parë meritojnë vëmendjen e institucioneve të Shqipërisë, meritojnë vëmendjen e qeverisë dhe më kryesore meritojnë vëmendjen tonë si kuvend, vëmendje institucionale. Unë nuk e kuptoj si ka mundësi që 51 ditë ju si kryetari kuvendit nuk po ushtroni ndikimin tuaj tek grupi mazhorancës, tek drejtuesit e tjerë të mazhorancës që të futen, të vendosen në rendin e ditës kërkesat e drejta të protestës qytetare. Kërkesat të cilat janë përcjell nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike edhe në mënyrë zyrtare. Zoti kryetar, është shumë urgjente. Rendi i ditës duhet të ketë vetëm një kryefjalë këtë periudhë, përderisa të zgjidhen këto kërkesa. Abrogimi i 4 ligjeve, paketës së maleve, ndryshimin e ligjin për trashëgiminë kulturore, për zonat e mbrojtura, për investimet strategjike. Duhet i vazhdojmë diskutimet pastaj të hapura për kodin e ri zgjedhor. Sipas kërkesave qytetare, duhet të vazhdojmë diskutimet dhe për ndarjen territoriale, sipas kërkesave të qytetarëve. Zoti kryetar, populli është në shesh, është në protest dhe në rast se ne si deputet quhemi në bazë të kushtetutës që jemi përfaqësues të popullit, këto kërkesa kemi detyrime të diskutojmë. Këto kërkesa duhen futur me urgjencë në rendin e ditës dhe të vazhdojmë të diskutojmë pa pushim. Pse jo, edhe për gjatë muajit gusht. Unë sinqerisht se edhe ato detyrimet partijake kanë një kufi. Ore, në fundit Edi Rama nuk është Enver Hoxha që ta keni ju kaq frikë. As drejtuesit e tjerë nuk janë Mehmet Shehu e Kadria Zbiu. Zoti kryetar, në bazë të ndërgjegjes tuaj, ju duhet të ushtroni autoritetin të fusni kërkesat e qytetarëve. Po ju kujtoj këtu që ju po shkelni edhe nenin 2 të kushtetutës. Neni 2, pika 2.1 dhe 2.2 thot që sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Dhe populli, neni 2.2, e ushtron sovranitetin drejt për së drejti ose nëpërmjet përfaqësuesve të tij. Në rast se ne, si përfaqësues të popullit, ju si drejtues i kuvendit, nuk jeni të zot të shqyrtoni kërkesat e popullit, atëherë populli është shumë në të drejtën e tij të i ushtrojë drejt për së drejti, të ushtrojë drejt për së drejti ato fuqinë e tij, fuqinë që ja jep kushtetuta, ja jep neni 1, neni 2 dhe gjithë kushtetuta në kompleksin integral të saj. Zoti kryetar, unë kërkoj që ju t'i thërisni ndërgjegjes tuaj. Përfundoni, lutem, po. Edhe një minutë. Le ta mendojmë për një moment të 3 funksionet e deputetit. Po, jemi përfaqësues të qytetarëve. E dyta, artimi i ligjeve, funksioni i ligjvënës. E treta, funksioni i mbikëqyrjes së qeverisë. Ja po e marr për një moment fal punës suaj dhe të drejtuesve të grupit. Pikën 2, artimin e ligjeve ju e bëni në mënyrë të përkryer. Po e marr që po e bëni shumë mirë. Po i bëni një pyetje ndërgjegjes tuaj. Po përfaqësimin e qytetarëve që shprehen në sheshe me ato kërkesa, si po e realizoni? Po mbikëqyrjen e qeverisë, si po e realizoni? Fusni në rendin e ditës mocionin që ka kërkuar opozita. Mos komprometoni